të shkohet në zgjedhjen e dhjetor, pa e miratuar buxhetin për vitin 2026 është rrezikim i qëndrueshëm, rrezikim i qëndrueshmërisë së shtetit dhe stabilitetit ekonomik të vendit. Janë, ju e dini, 85.000 shërbyes publik që marrin paga nga buxheti, janë 300.000 pensionistë gjithsej që marrin pensione nga buxheti, janë 400.000 fëmijë që marrin shtesa nga buxheti, janë 10 mijëra fermer e mira biznese që marrin subvencione nga shteti. Vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhje pa buxhet të miratuar në kuvend. Aq më pak kur qysh në fillim të vitit ardhshëm e kemi të pasgjidhur edhe çështjen e zgjedhjes, përkatësisht rizgjedhjes së presidentes. Nëse kjo sfidë nuk arrihet të tejkalohet brenda afatit kushtetues, vendi duhet të shkojë përsëri në zgjedhje të reja. Por pa buxhet të miratuar, nuk do të mund të mbashin as zgjedhjet. Kësaj vendi do të futej në një situatë pa precedent nga e cila askush nuk e din se si mund të dilet.